Një foshnjë por sa lindur, në fakt nuk ka absolutisht asnjë koncept se çfarë është koha. Do me thënë, për trurin e tyre që është ende në zhvillim, ora 3 pas ditës dhe ora 3 mëngjesit janë një dhe njëjta gjë. Eksakt, një dhe njëjta gjë. Dhe ky fakti vetëm mjekësor, është ndoshta arsyeja thelbësore pse ato vitet e para të prindërimit, ose më saktë muajt e parë, mund të ndihen shpesh si një raskapitje e vazhdueshme. Në këtë eksplorim të thellë sot, ne do të marrim në analizë një temë që është thelbësore, gjumin e bebeve në 6 muajt e parë. Një temë shumë komplekse. Po, sepse ke një të pritshmërinë e përgjithshme që gjumi është një mekanizëm biologjik plotësisht natyral, apo jo, një sistem i brendshëm që thjesht fiket vetvetiu kur trupi është i lodhur, por materialet që po analizojmë tregojnë një realitet tjetër, tregojnë se si kjo mungesë e orës biologjike e kthen këtë oazë biologjik në një mjedis totalisht kaotik. Është një përplasje tepër e fortë në fakt. Është një përplasje mes asaj rregullsisë natyrore që kemi ne të rriturit dhe papjekurisë së një trurit posaformuar. Do me thënë, ne të rriturit mbështetemi te ritmi cirkadian. Ora e brendshme, po jo. Pikërisht, ora e brendshme që sinkronizohet me dritën, me errësirën për të prodhuar hormone si melatonina për shembull. Por foshnjat nuk e kanë këtë luks. Zero luks të tillë? Fare. Ata sapo kanë dalë nga mjedisi i barkut të nënës, ku errësira dhe ushqimi ishin të përhershme, nuk kishte ditë dhe natë, dhe rrjedhimisht nuk ka ndërtuar ende asnjë lloj hardware neurologjik për të kuptuar këto ritmet 24-orëshe të planetit tonë. Dhe dekodimi i këtij hardware ose mungesës së tij është thelbyn sot. Qëllimi nuk është t'u japim prindërve thjesht një listë mekanike me rregulla sterile, por të kuptojmë pse funksionojnë këto praktika që burimet tona i theksojnë aq shumë. Çfarë po ndodh saktësisht me neuronet e tyre? Dhe çfarë ndodh kur e shkelim këtë rutinë? Kjo është më e rëndësishme. Tamam. Le ta nisim pak nga baza. Çfarë pasojë ka kjo mungesë e orës biologjike në trurin e tyre? Shiko, pa ato orë të brendshme, sistemi nervor qendror i një foshnje funksionon vazhdimisht dhe dua të them vazhdimisht në një nivel të lartë vigjilence. Çdo dritë e re, çdo zhurmë, çdo fytyrë që shohin është një fluks masiv informacioni. Truri duhet ta marrë dhe ta kategorizojë këtë informacion gjithkohës. Dhe me që nuk kanë mjet orientimi? Sakt, nuk kanë asnjë filtr apo mjet që tu thot, ok, tani duhet të pushojmë. Kështu që ky proces i pandërprer kthehet në një mbingarkesë të pastër senzoriale, e cila në terma biologjik është stres, është pasiguri e pastër për foshnjen. Le ta zbërthejmë pak të me një shembull sepse më duket shumë e rëndësishme. Një imazh që më vjen në mendje nga materialet është ai i turistit. Imagjino sikur truri i bebes është një turist që ka zbritur papritur në një planet komplet huaj. Një analogji shumë e gjetur. Do me thënë, ky turist nuk njeh gjuhën, qielli ka ngjyra të tjera, zhyrmat s'kan kuptiv dhe nuk ka asnjë mjet, asnjë orë në dorë për të kuptuar kohën. E vetmja gjë që e mban këtë turist të mos kalojë në panik ekstrem janë disa tabela orientuese në rrugë. Tabela që i thonë, "Këtej është i sigurt mjedis yt." Dhe rutina funksionon pikërisht si këtë tabela. Fiks. A do të thotë kjo që ne, pra prindrit apo kushdo që kujdeset për ta, kthehemi në një zëvendësues artificial të orës së tyre? Ne jemi ora e tyre jashtme. Absolutisht jemi ora e tyre. Kjo lidhet drejt për drejt me mënyrën se si funksionon neuroplasticiteti në fazat e hershme. Truri një foshnje është thelbësisht i prirur të kërkojë modele, struktura. Duhet teksuar se gjatë asaj kohe formohen miliona lidhje sinaptike çdo ditë. Wow, miliona në ditë? Po. Dhe kur u prezantohet një strukturë e qartë dhe përsëritur, truri fillon të ndërtojë rrugë nervore. Çdo mbrëmje që një foshnjë kalon në për të njëjtën sekuencë ngjarjesh, sistemi i tij dërgon një sinjal kimik që thotë, "Hey, ky model po ndodh sërish." Dhe herën e fundit që ndodhi, përfundoi në një vend të ngrohtë dhe të sigurt. Pra krijohet një lidhje besimi në tru. Sakt. Vetëm kur truri ndjen këtë lloj sigurie, ai i jep leje, po e themi kështu, i jep leje sistemit të ndalojë atë alarmin e mbjetesës për të cilën folëm. Parashikueshmëria krijon relaksim. Kjo e vendos ta shoqëruajturën lodhje të bebes në një dritë krejt tjetër. Domethënë kur mendojmë për rutinën e mbrëmjes, ne zakonisht mendojmë se qëllimi është ta lodhim fizikisht fëmijën. E vërtet, ky është një keqkuptim i madh.
por në fakt funksioni i saj vetëm që ka thjesht të fiks sistemin e alarmit, dhe vetëm pasi alarmi është fikur, biologjia mund të bëjë punën e saj dhe të sjellë gjumin. Është një seksim i goditur ky. Lodhja natyrore ekziston, sigurisht trupi i tyre lodhet, por për aq kohë sa mbijetesa ndihet e kërcënuar nga e panjohudha, sepse atyre ashtu duket si kërcënim, truri i një gjitari nuk do të lejojë të bjerë në një gjendje aq të cenueshme sa ç'është gjumi i thellë. Që është një mbrojtje evolucionare në thelb. E pastër, është trashëgimi evolucionare. Okej. Pra e kuptuam pse na duen këto tabelat orientuese. Tani besoj duhet të thellohemi te materiali këtyre tabelave. Analizat që kemi lexuar ofrojnë një sër elementesh praktike që duhen kombinuar. Dhe thuhet se duhet fillojnë që në javët e para, edhe pse mund duket pak e çuditshme në fillim. Po, sugjerohet të niset sa më herët. Elementet përfshin gjëra të tilla si një banjë ngrohtë, pastaj veshja me rroba të rehatshme nate, sigurimi i dritave shumë të zbehta në dhomë, një vakt i fundit ushqimor dhe një formë lidhje e qetë, si një këngë. Por asnjë nga këto nuk duket të jetë thjesht dekorative apo jo? Jo, as fakt dekorative. Këto veprime veprojnë thellë në sistemin nervor dhe atë endokrin. Për shembull, te rasti i banjës së ngrohtë, nuk po flasim thjesht për higjen këtu, apo që po i bëjmë fëmijës një trajtim spaje. Jo. Cili është mekanizmi biologjik aty? Kur një foshnjë nxirret nga uji i ngrohtë dhe thahet, lëkura kalon përmes një rënjeje shumë të lehte dhe të menjëhershme të temperaturës, thjesht nga vullimi i ujit. Trupi ftohet paksa. Eksakt, kjo në fakt imiton fiksat të ulje natyrale të temperaturës qendrore që pësojmë ne të rriturit kur dita po mbaron. Dhe ky ndryshim fizik rrit prodhimin e hormoneve relaksuese dhe ngadalson ritmin kardiak. Pra secili hap i rutinës është një levë fiziologjike. Por këtu vjen pjesa më intriguese për mua. Një detaj që mendoj se i kalon pavënëresh shumë njerëzve. Insistimi te renditja. Ah, po. Sekuenca. Udhëzimet janë shumë të prera, sekuenca do të jetë fjalë për fjalë e pandryshueshme. Mua kjo më kujton atë ndërtimin e gurëve të dominos. Banja është guri i parë, pijamet i dyti, drita i treti dhe bie guri i fundit që i vën gjumë. Është një imazh i saktë. Por a e egzagerojmë ne? Do të them, këtu bëhet vërtet interesante. A është sekuenca e rigoroze e këtyre veprimeve në fakt, më e rëndësishme se sa vetë fakti nëse bebes i bëhet banjo apo i këndohet? Nëse unë një natë ja pushime e pastaj e laj dhe natën tjetër bëjt kundërtën, çfarë ndodh saktësisht në trurin e tyre? Shiko, kur folëm pak më parë për neuroplasticitetin dhe rrugët sinaptike, ato bazohen ekskluzivisht te lidhja shkak-pasojë. Reflekset kushtëzuara, si puna e Pavlovit. E qartë, si kushtëzim. Po, nëse hapi A ndiqet rregullisht nga hapi B dhe pastaj vjen C, neuroni që aktivizohet nga banja fillon të lidhet drejt për drejt me neuronin e aktivizuar nga drita e zbehtë. Kjo rrugë bëhet, imagjinoje si një rrugë të ndriçuar mirë në pyll. Një rrugë e shtruar tashmë. Fiks, nëse ti papritur e thye në këtë radhë dhe fillon direkt me ushqyerjen, pastaj kalon te banja, ti po kërkon të kalosh jashtë asaj rruge të shtruar. Ai bashkimi fort i neuroneve që truri priste sfidohet krejtësisht. Pra, sinjalet që ai tru i vogël ishte mësuar të priste, s'përshtaten më me realitetin e asaj nate. Rruga bllokohet. Pikërisht truri mbetet i konfuzuar, dhe ky nuk është thjesht një hutim i lehtë o u ngatrua pak. Ky devijim prish pritshmërinë dhe ngre menjëherë atë sinjalin e alarmit të rrezikut. Sistemi rikthehet në mbrojtje dhe stresohet. Mesazhi therpsor këtu s'janë thjesht veprimet e shkëputura të banjës apo vaktit. Është vetë siguria që jep rreshtim i njëjtë çdo natë. Është pak e frikshme kur e mendon kështu, sepse ti mund të kesh krijuar një rrugë neurologjike perfekte, por ka një rrezik tjetër kolosal. Çfarë ndodh nëse i gjithë kjo strukturë në dominot e rështuara mirë, nis të vihet në punë në momentin e gabuar, ose në një mjedis që i bën sabotazh procesit. Kozimi është gjithçka. Fiks. Dhe këtu vim të leximi i shenjave të lodhjes, që me sa duket keq kuptohet në mas. Përtej atyre reagimeve klasike, fërkimi i syve apo kur fillojnë grinden materialet, flasim për shenja shumë të holla. Një detaj që më bëri shumë përshtypje ishte zgjatja e fytyrës. Po, ai lëshimi i muskulaturës. Si shpjegohet kjo?
Do me thënë, pamja bëhet e përhumbur dhe fytyra humbet shprehjen. Pse theksohet ky detaj përpara se të fillojnë të qarat atyre shenjave tjera dramatike? Sepse kjo tregon një ndryshim të thellë në sistem. Përpara se një foshnjë të arrijë atë pikën ku qan më të madhe bëhet nervoze, sistemi i saj nervor parasimpatik, ai që përgjigjet për qetësimin dhe gjumin, bën një përpjekje. Përpjekja e parë është të urrë tonin e muskujve për t'u përgatitur për gjumë. Dhe kjo reflektohet te fytyra e tyre. Sakt, fytyra lëshohet fizikisht. Dhe shiko, kjo është dritarja më optimale për t'i vënë në gjumë, por është edhe më e ngushta. Sa hap e mbyll syt. Fiks, ne si prindër apo të rritur zakonisht themi, "Okej, po duket i lodhur, ta lëm edhe pak që t'i shtohet lodhja e të flej më thellë." Ky është një gabim fatal. Kjo dritare qetësie parasimpatike kalon dhe nuk kthehet më. E di si më duket, kjo është si ai udhëtimi gjatë në autostrada. Ajo pamja e fytyrës së lëshuar është si një tabelë e madhe ku shkruhet dalja për në gjumë, tani. Një analogji e shkëlqyer. Dhe nëse ti thua, jo, po e mbajmë edhe pak zgjuar, e ke humbur dalje në autostrada. Dhe dihet si është autostrada. Asnjë dalje tjetër për kilometra të tëra. Fillon në udhëton pastaj me një bebe që qan pa pushim për orë të tëra, derisa të shfaqet kthesa tjetër. Dritarja tjetër kohore e cila vonon shumë. Po, çfarë ndodh saktësisht brenda trupit të foshnjës kur ne humbim atë moment? Pse kalojnë nga gjendja e qetë në nervozizëm ekstrem? Kush është reaksioni kimik? Jemi prapë te mbijetesa. Nëse momenti optimal kalon dhe fëmia është ende zgjumar, receptorët dërgojnë një mesazh shqetësues në gjëndrat e tyre mbiveshkore. Raporti që merr trupi është pak a shumë, meqense trupi jon ishte thellësisht i lodhur, por një nuk po flem, atëherë me siguri aty jashtë ka një kërcënim madhor që po na detyron të rim zgjuar. Pra truri i tyre supozon një rrezik vdekjeprurës. Eksakt. Dhe çfarë bën trupi? Hudh në qarkullim një sasi masive nivelesh të hormoneve të stresit, kortizol dhe adrenalin. Wow, adrenalin tek një bebe që po mundohet flej? Sakt, papritur shenjë një foshnjë që ka energji të pashtershme, që fillon të godase të lëviz, e ti mendon a nuk ishte i lodhur ky deri tani? Në fakt është i lodhur, por kimikatet në gjak e detyrojnë të jetë në gatishmëri luftarake. Ato të qarat ekstreme janë thjesht manifestimi fizik i këtij stresi hormonal. Kjo jep komplet kuptim asaj urgjencës për të kontrolluar mjedisin dhe sidomos atij paralajmërimit kundër dritës apo mbajtjes së ekraneve ndezur. Ne zakonisht e lidhim dritën e ekranit vetëm me atë faktin që pengon melatoninën apo jo. Ai është vetëm fillimi i problemit. Gjatë këtyre përgatitjeve, pse drita klasifikohet si kaq urgjentisht e rrezikshme kur jemi duke mbrojtur këtë rrugën e dominozës? Shiko, kur ti ekspozon një sistem nervor që sapo ka nisur procesin e fikjes, ekspozon ndaj dritave fluoreshente apo dritës blu të një celulari, është një lloj si ti lëshosh atij rrjetit sinaptik ekuivalentin e një kafeje ekspres të pastër. Ekspres dobjo para gjumit, tmerr. Tamam tmerr, melatonina dëmtohet, vërtet, por implikimet janë më të thella. Kjo dritë, ky stimul vizual i jep trurit një urdhër të prerë, ndaloje mbylljen, është ditë, është koha për të qenë vigjilent, dhe e gjitha jo puna jote e bukur me ujin e ngrohtë dhe rreshtimin hidhet poshtë, sepse drita është një faktor jashtëzakonisht imposing për pjesën e trurit që detekton rrezikur. Pra kemi këtë betejë të ngushtë biologjike, po themi, mes një strukture që e bëjmë ne vetë me zor dhe një përgjigjeje atavike të trupit. Por, le të zbresim pak me këmbë në tokë, te praktika e përditshme. Të kthehemi te realiteti i prindërve. Fiks, të gjitha këto teori rreth hormoneve, rrugëve sinaptike perfekte, banjës ngrohtë, këto përplasen përfundimisht me muret e ashpra të realitetit. Sepse, ky mjedis perfekt duhet të ruhet nga prindërt që vetë mund të kenë fjetur maksimumi 2 orë. Jeta ndodh, ditët ndryshojnë, ka halle. Si mund të mbijetoj një rregull që mbështetet kaq thellë te saktësinë absolute? Mbrojtja e vetme në këtë realitet të ashpër është thjeshtësia. Kur një prind krijon një rutinë që ka 10 hapa kompleks, apo kërkon ca makineri specifike me drita e tinguj që si gjen dot gjithmonë, ajo do të thyet. Do dështoj që javën e parë. Do të dështoj patjetër, nëse nuk mbahet e thjesht, prindërit shpesh dorëzohen komplet dhe fëmia ngel pa asnjë lloj rutine të qëndrueshme, gjë që e pam sa e dëmshme është.
Dhe për ta bërë edhe më të vështirë, një kërkesë tjetër absolute nëpër materiale është bashkëpunimi i skuadrës prindërore, që të dy anëtarët e sistemit familjar duhet të kryejnë absolutisht dhe theksohet absolutisht të njëjtën rutinë. E pamundshme të theksohet mjaftueshëm kjo? Të njëjtën sekuencë? Mua kjo më bën të qesh pak, se ngjan si një nga ato shfaqjet e notit sinkronizuar. E ke parasysh, të dy notarët duhet bëjnë saktësisht atë rrotullimin fiks në të njëjtin sekond, ndryshe imazhi prishet dhe ai gjyqtari rrep që në këtë rast është foshnja e sheh dhe të jep pikë negative. Është pak e dhimbshme se sa e vërtet është ajo analogji. Dikush smuret, bie një gotë dhe thyret, e hapat s'bëhet dot në atë rend. Mosval truri këtij organizmit të vogël është kaq delikat, sa që një gabim tek tuk të fshin javë të tëra konsistence dhe t'i kthesh te stresi i ditës së parë? Kjo është padyshim frika më e madhe e çdo prindi, por lajmi i mirë neurologjik është që jo, zhvillimi nervor lejon hapësirë për gabime sporadike. Pra tolerohet një dështim her pas here? Tolerohet, po. Puna e përditshme ka shërbyer për të vendosur një vijë të fortë mbrojtëse, atë bazën normale të fëmijës. Nëse ndodh një ngjarje ekstreme që devion programin plotësisht, fëmia ndoshta do të reagojë keq atë mbrëmje, sigurisht. Do ketë qarë atë natë. Patjetër, por për trurin në planin afatgjat, kjo mbrëmje perceptohet thjesht si një zhurmë e izoluar në një sfond që përndryshe është shumë i qëndrueshëm. Struktura neuronale nuk fshihet, për sa kohë thelbi kthehet menjëherë te rregullat e njohura të nesërmen. Dëmi i vërtet ose ndëshkimi brutal neurologjik po e quajmë, ndodh nga mënyra se si reagojnë të rriturit kur kjo bazë tundet pak. Domethënë kur prindrit përballen me një dështim, ose kur ndodh një regresion gjumi se fëmia fillon rrotullohet apo i dalin dhëmbët, ata mendojnë kjo rutinë qen ka e kot, dhe nga paniku edhin poshtë fare. Fillojnë ndryshojnë dhomat, ndryshojnë ushqimin, japin shyshe ekstra. Dhe aty bëhet vërtet keq situata. Tamam atëre kur gjërat janë më delikate. Sakt, kur ne një sëmundje apo rritje prish rehatin dhe që orienton fëmijën, truri i foshnjës ka pas sigurim masive nga brenda. Në këto momente stuhish, çfarë u duhet urgjendisht është fakti që jashtë gjërat janë fiks siç kanë qenë gjithmonë, që pikat e referimit nuk kanë lëvizur. Kur ne nga paniku fillojmë me ndryshojmë gjëra, fusim drita çara të buere apo e ushqejmë kot, truri mel sinjalin, wow, baza thelbësore vërtet ka humbur totalisht. Ajo që duhet theksuar është ruajtja e stoicizmit. Nëse ruan hapat e pandryshuar mes atij shqetësimi, pa u tunduar t'i heqësh ato rregulla të arta, ti i lejon organizmit të rregullojë veten. Këmbëngulja përcjell siguri biologjike. E qartë, kjo vërtet sjell thelbin e gjithçkaje që kemi diskutuar sot. Le ti përmbledhim pak këto dinamika për të parë strukturën e plotëse e analize. Kemi parë mjaft detaje. Po, ne u zhytëm goxha thellë në arkitekturën e këtij truri të vogël njerëzor. Në atë fazë ku nuk e di akoma se çfarë është koha. Pam si zgjidhja vjen duke zvendësuar orën e munguar me atë hartën e tabelave orientuese që duhet jemi ne si prindër. Dhe zbërthyen pasojat e jashtëzakonshme hormonale të çdo hapi, nga ulja e temperaturës pas banjës te rreshtimi i sekuencës për rrugët sinaptike. Diskutuam se si, nëse e humbim momentin e duhur apo lejojmë një rrezë ekrani të futet në dhomë, jemi duke hapur derën për një stuj kortizoli. Dhe theksuam sa thelbësore është ajo qëndrueshmëria dhe stoicizmi. Pavarësisht vështirësive. Pavarësisht tyre. Por e di, pasi kalova në për të gjitha këto burime dhe ndërkohë që lexoja gjithë këtë shkencë rreth gjumit të foshnjave, unë nuk po mendoja vetëm për bebet. Më lindi një mendim pak jashtëkornizave. Interesante, si ashtu? Shiko pak të paralele. E gjithë energjia, praktika, stoicizmi, synojnë t'i dërgojnë një mesazh sigurie trurit. Zbuluam se ky tru i vogël qetësohet kur ambienti është i thjeshtë, kur parashikueshmëria është fjalë për fjalë absolute, kur shmanget drita vizuale e ekraneve dhe kur e njëjta sekuencë ndodh pa përjashtim. Aty bie alarmi. Po, funksionon shkëlqyeshëm. Tani, nëse mekanizmat kimike janë kaq eksakt dhe radikal për të garantuar paqen neurologjike të një bebeje, a ekziston mundësia që truri thellësisht kompleks i të rriturit modern në thelbin e vet nuk ka ndryshuar edhe aq shumë nga ai versioni primitiv foshnjarak? Kjo është një qasje shumë me goditur. E mendoj shpesh. Mira të rritur ankohen për ditë për pagjumësi kronike. Konsumojnë ilaçe,
kanë dhimbje koke, nervozitet natën e gjithë këtë dëshirë për t'u qetësuar që thjesht nuk ndodh, duke supozuar se trupi duhet fiket vetë. A thua, ndoshta trupat tana e kanë humbur këtë aftësi pikërisht sepse ne sillemi vetë si ai turisti i orientuar çdo natë. Duke e prishur thelbin e orientimit? Fiks. Duke ndenjur para ekraneve me atë dritë të ashpër që ti e quajtë një ekspres kimik, duke hyrë në krevat përmes një kaosi pas një rutinë të qartë mbrëmjeve, mendoj se ka shumë gjasa që ilaçi më radikal kundër atij stresi masiv dhe lodhjes së shoqërisë moderne, tjetë thjesht kthimi tek e njëjta rutinë bebesh. Një banjë ngrohtë, drita të zbehta, asnjë pajisje afër. Sakt. Asnjë ngacmues dhe e njëjta sekuencë çdo natë. Ndoshta njerëzve pra trurit njerëzor nuk I mbaron asnjëherë nevoja për një strukturë kaq thelbësore qetësie. Ora jashtme artificiale mund mos jetë vetëm për 6 muajt e parë. Ndoshta kjo është vetë infrastruktura e sigurisë së shëndetit tonë mendor si të rritur. Diçka për të menduar gjatë për çdo që na ndoqi. Shumë faleminderit për këtë diskutim të mrekullueshëm. Faleminderit, dhe ishte vërtet kënaqësi.